Rikthehemi në Shi e Shtëpi e gati për të vijuar me recetën e dytë, siç tham dhe më herët, qepa është gati tani. Qepa, për mua do dhe edhe një qik, po s'kemi kohë, po gati do jetë. Ja. E shikon që është transparente, Po. Ishte e bardhë fare, e ka marrë të verdhën, po ja, mirë është të marrë edhe një qik fare, që të bëhet shkëlqyshëm kima. Esim, po vazhdojmë tani, hudrat e hedhë më vonë. Do hedhë mishin e grirë, dhe do t'a ka urdisim sa të ndryshojnë gjyrë. Së bashku me mishin, unë do të hedhë edhe një lugë e gjysë që të japë kohën e duhur orizit të bëhet si shduhet, një lugë e gjysë oriz, e kam shplarë mirë, madje me ujë të ngrohtë. Që lagështirën e mishit e përtit edhe orizi. Edhe ke spinaci, unë që ke qepa kur bëj burani, që ke qepa e hedhe orizin. Se pasaj do më duhet një kohë edhe veçantë më tepër plus që të gatuhet orizi. Vendosim përsëri kapakun dhe unë bëj gati hudrat. Në rregull, në bashkë ne mund të lexojmë pak recetën me shkrim, teksa zonja Vjollca pret hudrat. Për kim me mish të grirë dhe vezë, kemi 400 gram mish viçi të grirë, 4 kokra qep të prera në fije, 2 thelpinj hudhra, krip piper të zi, 1 lugë kafe piper të kuq, 1 filxhan kafe pure domate, 2-3 domate mesatare, 1 lugë e gjysmë gjelle oriz, vaj ulliri dhe majdanoz. Kjo është një nga ato receta tradicionale që nuk bë vaki të mbash Ramazanin dhe mos ta gatuash krejt të recetë ndoshta 1-2 herë. Ose në fakt ka mishin edhe vezën, që është një kombinim shumë i mirë. Po. I pasur me proteina. Po. Ja. Shumë faleminderit, Katerina. Pra mishin ndrojnë gjyrë. Qofte deshet janë. E paka shumë po shije mirë mishit grirë në këtë pjatë, po qofte nuk e di pse më shkoj mendja. Unë kam hedhur pak krip ke qepa, po hedhë dhe pak fare tani ke mishi, ja ka që jo më shumë. Do të hedhë pak piper të zi. Do hedhë një lugë çaj piper të kuq. Trazojmë këto gjitha së bashku. Ndërkohë vazhdojmë ka urdisjen e mishit, ha? Kur këtu mos ketë ujë në tigan, do vazhdojmë me përbërësit e tjerë. Kjo që tani ka atë aromën e kimës, nuk mban më era qep. Qepa po u gatua mirë, nuk mban më era qep. Edhe vjen ajo era mirë e mishit kur skuqet. 50 ml, një filxhan kafeje që unë e kam me mas. Me pure domate, ja kaq. Ja se hequn, se do shplaj dorën, Katerina. Në rregull. Se mu bë picë. Do hedhë dhe domate, unë kam zhidhur ato domate të gjata në kuti, kështu që këto nuk duan 10 minuta, se janë të gatuara, po më do të mjaftonin 5 minuta këtu së bashku. Sa shihet mirë që ka kjo recetë. Shumë. Aromat kënaq. I shtyp domatet i qik me fundin e lugës. E lë kështu një 2-3 minuta. Dhe pasaj që kujtë në zedo mja për Katerina. Po.
Kjo e gota. Po. Me jep gjysë gote njerë, pastaj e shofim më vonë. Se kjo nuk është e lëngshme. Ku ta gatuajmë, ku ta vendosim? Po kjo besoj bëhet edhe kështu në këto personalet, apo jo, si që bëjmë ne ndonjëherë tavat e dheut. Po, kemi në tava I barka. vendosim ashtu? Ashtu ti bëjmë 3-4 ashu, apo ta bëjmë 1 ashu edhe 3 kështu? Ose ndajmë, po, një personale Të sa për japim ide, dy ide. edhe iden e plot, si vendoset në një tavë. Okej. Tavën e plot e keti atje që e ke zgjedhur që në fillim, po ja ta marrë një sekond. Këtu, po. Kurse personalet ne i kemi këtu. Edhe i ilustrojmë. Më pëlqejnë këto recetat kur janë kështu personale. Jo, i bëjmë personale gjitha. Mjep edhe ato të dyja. Dakord. Se kështu, I kam. kur e kemi bërë tjetër, kështu e kemi bërë më duket. Mirë, kështu e bëjmë. Më shion më tepër kështu, kur janë Po, ja. mjep 3 të tilla. Marrë dhe një këtu. Gati. Po ju jap dhe një herë recetën me shkrim, ki me mish të grirë dhe vezë. Shijojeni dhe ju në shtëpi tuaja, sepse janë përbërës të cilët janë fare të zakonshëm për blerjet që ne bëjmë. 400 gram mish viçi të grirë, 4 kokra qep në fije, 2 thelpinj hudhra, krip piper të zi, 1 lug kafe piper të kuq, 1 filxhan kafe pure domate, kemi 2-3 domate mesatare, 1 lugë e gjysmë gjelle orize plotson mirë, dhe 4-5, këtu është bërë në një gabim kokra oriz, ndoshta edhe çfarë kam lexuar kështu. Ndoshta është veza ajo. 4-5 kokra veza, po jo zonja Villca. Se çfarë kam shkruar? Oriz. Po s'ka gjë, është bërë një nga 3, ndoshta vaj ulliri dhe majdanoz. Veza duhet Sigur jetë. që unë se kam bërë këtë gabim. Kape me dokumente, ke aty Me poshtë. dokumenta. S'ka gjë, e kuptueshme. Po ndjes nëse çfarë kam lexuar kështu sepse e bëj ndonjëherë instinktivisht. Jam automatike. Okej, në rregull. Dakord. Se kam qenë esëll do kur thoja kam unë? shkruar të recetat. Po, Kam gjithmonë. qenë kështu. Gjithmonë. Se ndodh që shkruaj dhe një natës, atëherë ndoshta. E trasë. E di që ka pas raste, duke shkruar të recetat ka zënë gjumi. Se mos na ngjit të ujin. Ja uj. Shpejt. Ndjeva. E shikon? E vëmendshme. Edhe pse do një gjerë këtë javë. Po, në shtëpi e bërë dëmin. Pa. Me mua e ka? Do me lini të qeta, po si e keni hallin. Zonja Villca, Ha. nuk më lënë ratë. E ka me ty Se apo me tani që mua? ka ardhur ti mund të ankohem. Janë Me mua e xhelos. kanë. Janë xhelos. Se unë them e vëmendshme, Aha. si tash e vëmendshmja, e mahnitshmja. Aha. Fillojnë bëjnë shaka me mua. S'keni faj jo, jam shumë e mirë. Tani do ta ulim çik temperaturën, nga 8 ta e çojmë ulim ke pak? 7. Perfekt. Po, perfekt edhe është 6.5. Që të bëhet dal nga dal. Dal Edhe nga dal. orizi gatuhet Po, mirë. akoma dhe më mirë. Do më lësh vetëm 5 minuta kohë pastaj, ë? Po. Si jemi me orë? Sa është ora? Rregull, jemi pa 5. Pa 5? Mhm. Merë lem dhe 2 minuta kështu këtu. Tani hedhim çik majdanoz brenda dhe tjetrën se do vazhdoj gatimi dhe në furrë. Që do mpikset veza atje. Bravo. Kurse në këtë moment, teksa zonja Villca bën gati majdanozin, po ju rëmbej pak vëmendjen për 2 produktet që kam këtu nga Interesante Albania. Ju i keni parë ngrosit e ujit, në fakt kanë qenë të ndryshëm ata që ne kemi prezantuar, dhuruar, do dhurojmë prapë të premten me Interesante Albania, por po ju tregoj 2 variante në këtë moment, janë pikërisht këta të dy, brown, të 2 variantet, ja po e kthej edhe këtë nga logo, që t'i shihni si duhet, me kapacitetin 1.7 litra edhe njëra dhe tjetra, është po i njëjti kapacitet, por këtu kemi 100% inox, e gjithë pajisja, ky është një variant tjetër, dhe në çmim normalisht kanë një ndryshim të vogël, njëra është 38.000 lek, kjo e inoxit, të vjetra gjithmonë, ndërsa e bardha është 30.000 lek, të vjetra, pra 3.800. Mënyra si përdoret, ju e dini fare thjesht, për të ngrohur ujin, mjafton t'i vendosni në prizë, siç kam bërë unë, e kam vënë në prizë, kam hapur kapakun, e kam mbushur në ujë. Këtu ka edhe këtë pjesë e zënë si një sit për të bërë çaj, duke qenë se unë për shembull sot do ta përdor për çaj. Ja ta montoj përsëri. Ja ku është. Bëhet pak çaj mali.
do hedh dafin, do hedh edhe pak ginger. Mbyll kapakun dhe vetmja gjë që bëj është të shtyp këtë butonin këtu në pjesën poshtë dorezës. Kaq. Ndizet drita. Normalisht kjo na sinjalizon që është vënë pajisja në punë dhe për pak do të jetë uji gati. Sa po të vloj, fiket automatikisht dhe ne mund të vazhdojmë në këtë rast të konsumojmë çajin, ose nëse duam thjesht ujë për gatim, mjafton kaq e njëjta punë, i njëjti proces dhe kemi ujë të nxehtë gati. Kjo është faqja e Instagramit e Interesante Albania, nëse doni të porosisni ndonjë nga variantet mund të shkruani atje ose të telefononi në 069 944 24 25. Keni edhe ca oferta aktive, kështu që deri në fund të shkurtit Gjeni na ka premtuar që do të ketë ulje, duhet të nxitoni nëse doni që t'i kapni pajisjet në çmimin ofert aktual, sepse zakonisht reduktohet sasia përveç se ka pauza nga ofertat. Këto ishin dy variantet që doja t'ju prezantoja sot, të dy brown që është marke mirë njohur dhe kapaciteti bollshëm 1.7 litra e ritheksoj këtë. Pajisja tani ka nisur nga puna, po ngrohet. Uji dhe me të mbërritur temperatura e vlimit do ta dëgjoni dhe ju që do të fiket. Thjesh pak këto këtu. Furrën e kemi këtu gati. Në rregull. Ta bëj gati këtu këto. Dhe do të shohim pak edhe recetat pas pak. Kjo recet mund të përfundoj edhe këtu në tigan. Në momentin që e shohim që gjithçka është okay, siç e shikoni nuk ka shumë sasi të lëngshme, por e ka të pjesën si të salsës, si krem. Atëherë e fikim, hedhim vezët dhe nga momenti që ne hedhim vezët, e lëm që të mpiksen vezët të mbuluara, jo në temperaturë të lartë, ke 6.5 ke 7 për 5 deri në 8 minuta. Sepse veza që të mpikset do është kush që duhet ketë pjesën avujt të përplasen dhe ja. Dhe këtu, nëse ne nuk duam që të na digjet ose vezat jetë ashtu e bardhë, atëherë mund të shtrojmë, mund të vendosim si për një letër pjekje dhe është gjithçka okay. Bëjmë tani një gropës në mes të çdo. Preferenca dikush i ka me 2, dikush i ka me 1, unë po i hedh nga 1. Ja. Hapim këtu një grop. Edhe në secilën nga një kokër vezë. Unë me që do ta vendos në furrë, nuk do t'i hedh piper të kuq. Është shumë mirë që të hedhim çik piper të kuq, se na ndihmon organizëm. Nëse ta kisha këtu në tigan të mbuluar, po të ekspozuar në furrë, nuk po e hedh se nuk dua që të më nxihet. Do të hedh vetëm pak krip. Ja. Pak fare krip. Edhe pak fare vaj ulliri do t'i hedh. Kjo ishte shumë pak. Dhe Katerina në furrë tani, maksimumi 10 minuta, 180 gradë. Bas 5 minutave, unë do t'i vendos qik letër pjekje sipër që mos të më nxihen. Ja, madje, letrën e pjekjes do ta lag. Ta vendos? Të kalojmë 5 minuta në qik, më pas do t'ja vendosim. Të treja në furrë. Ëmbëlsira është gati, ka një aroma që të mirë nga kanella dhe molla. Nxirre ti ëmbëlsirën, po do ta shohim. Po, mendoj që do jetë bërë gati. Tërë po e sjell pilama të dorezat, po mirë. Ja, çak. Në rregull, marrim edhe ëmbëlsirën dhe është ëmbëlsirë që duhet konsumohet se pas ka një aromë ftohtë. mrekullueshme. Do marr Prit njerë se këto tavat e xhamit po të kenë një pikë ujë na formohen kështu edhe na
Zonja Vjollca, një sekond. Të lumshin duart sa e Tani, bukur ka kjo dalë. është fryrë sa nga veza, se ju e pa që ne plur pjekës e gjë nuk i vendosëm. Nëse do t'ishin biskotat me kafe ose me kakao, ajo do ishte thik. Por ne hodhëm kremin dhe akoma dhe më bukur se bëhet kështu si zebër, kështu si do Katerina. Edhe shumë e bukur. Tani, do dhe një përbërës tjetër, deshe atë Dhe edhe mjaltin kur ta mjaltin e servirim. portokallit, po do ta lëm që të ftohet, dhe kur ta servir, unë do pres një katrore në pjatë dhe do t'i hedh mjalt sipër. Nëse ju mungon ky mjalti, që unë ju rekomandoj që ta keni patjetër në shtëpi, edhe atë të gështenjës. Më dëgjoni mua. Atëhere do ta lyeni me marmalat, siç thash. Shumë të mira dhe receta do t'i gjeni gjithmonë në rrjetet sociale. Po kanela, mjalti janë mjekim për organizmin. Kështu që çaj është gati. Zonja Vjollca, ti do çaj? jo, nuk dua çaj se piva gjithatë Cappuccino gjigante që bëro. Ula kështu që piva cappuccinon, ta të bëj tjetër në asnjë mënyrë tjetër. Kjo është për Ervitin, i cili i pëlqen shumë këtë çaj dhe do thot sa të mirë e kam bërë unë çaj në fund. Ti kjo tani Zonja Vjollca. E bëra pra këtë me ginger, me mali dhe me dafin. Po mbas një orë dhe mund ta pi dhe unë. Dele mirë shumë. Pak mjalt. Faleminderit Zonja Vjollca. Takohemi prapë nesër në shije shtëpie si gjithmonë. Shumë faleminderit për ndihmën. Faleminderit, kënaqësi. Ikim.